nga dhomat e zhveshjes të parët në këtë pjesë të dytë janë e skuadra përfaqësuese, që tashmë është rikthyer Kuze përsëri në timonin drejtues pas peripecisë në jetën e tij. Kujtojmë që kaloi një hemorragji cerebrale që e la për disa javë në spital, i shtruar, ju dha natyrisht ndihmë mjekësore dhe tashmë i rikthehet në krye të skuadrës përfaqësuese. Ky është Nuretinovski, portieri përfaqësues Maqedonas. Qojmë të pjesë të dytë. Gjyqtari ta kemi thënë është Usein Goçek, gjyqtari i FIFA-s. Bulent Gokçun, dimësi i tij, Erdin Sezertam, dimësi tjetër, dhe gjyqtari i katërt është pikërisht Albano Janku, gjyqtari ynë ndërkombëtar. Ka filluar pjesa e dytë. Topi parë nga qendra shkelmuar nga ndeshja me Rumaninë, 1-1 ndeshjen e hapjes eliminatorëve të kampionatit evropian dhe goditja Vlatkovic Sali. Çfarë rasti? Çfarë momenti i shkëlqyer për skuadrën tonë? Një moment ideal për të shënuar, por këtë radhë Sali ka qenë i pafat. Në këmbët e portierit Nuretinovski është përplasur topi dhe është larguar, megjithatë ne do ta shohim edhe një herë të përsëritur. Kujtojmë nderuar miq, janë 6 kamera që përsërisin. Shikojmë edhe një herë turon. Sali më njëherë ka goditur me të djathtën e tij. Bomberi, shënuesi i shquar i Rapidit të Vienës, natyrisht autori 6 goleve përfaqësuesën tonë. Bomberi Shkodran. Edhe njerë Nuretinovski me fat në këtë më cilësor në kampionatin tonë. Futbollist që edhe ky ka dalë nga Partizani, por tashmë luan për Dinamon. Një shënuesi më të mirë në futbollin tonë, në mos gaboj shënuesi më i mirë në kampionatin e kaluar. Me të djathtën e tij, shikoni, pa e ngritur kokën, ka vënë në provë Emiliano Villa. Zotësimi 4, Dursaku Villa, largohet Bulku. Edhe ky pak të tifozët e skuadrës tonë përfaqësuese. Padyshim që meritonin një gol në pjesën e dytë. Shohim Kuzen. Ky tek Bakaj. Mo Bakaj, goditje e tij. Fantastike. Elis Bakaj, por në portieri Bogatinov ka kryer një mrekulli. Ka shpëtuar portën Maqedonas nga goli sigurt. Në 4 këndës. Një hedhje padyshim fantastike. Momente me vërtet shumë të bukura na kanë dhuruar në pjesën e dytë të skuadra përfaqësuese, një lojë të bukur, më të mirë të Maqedonisë, nderuar miq. Edhe portierat e skuadrës përfaqësuese janë të tillë dhe këtu merr fund gjithçka. Një mbrëmje fantastike, një mbrëmje e madhe nga qyteti i Korçës në stadiumin e rikonstruktuar Skënderbeu me kushte fantastike, me kushte të mrekullueshme, me një tifozik me të vërtet fantastik, me një mikpritje të shkëlqyer ndaj skuadrës përfaqësuese të Maqedonisë, pikërisht ashtu siç e kërkon qyteti dhe kultura e Korçës. Pra dhe me një ndeshje që në pjesën e dytë ta ka dhuruar emocione të shumta, një pjesë e dytë që keni ndjekur edhe nga